dalem vetëm ke kabineti, ke kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministrat për të patur licencë për të vjedhur në këtë vend. Pra çfarë do të thotë, dhe nëse prokurori kryen hetime me vite me radhë, arrin përtej bindjes arsyeshme, përtej çdo dyshimi të faktoj që veprimtaria e një zyrtari me këtë funksion, në rastin konkret zëvendës kryeministri apo ministri, bie ndesh me ligjin. Pra shkon në zyrë ky zyrtar për të vjedhur paratë, për të futur duart në paratë e shqiptarëve, tek buxheti i shqiptarëve, tek paratë publike, pengon drejtësinë, intimidon dëshmitarët, siç është rasti i Belinda Ballukut, sepse e kemi të faktuar që me metoda speciale prokuroria e posaçme e ka vërtetuar që zonja në fjalë, zëvendës kryeministrja, ka shkuar dhe ka intimiduar dhe ka kërcënuar punonjësin e saj pse ka dhënë dëshmi në prokurorinë e posaçme dhe e ka dhënë njën favor të saj. Edhe në këto raste thotë Edi Rama, ti e ketë pamundur si shtet, ti e ketë pamundur si organ akuze të më pezullosh mua nga detyra sepse kështu kam vendosur unë. Dhe kjo është licencë për të vjedhur shqiptarët për sa kohë Edi Rama vijon të qëndrojë në detyrën e kryeministrit. Dhe kjo është pika ndarëse. Pra kjo është ajo pika që derdh kupën dhe është e paimagjinueshme që mundet të mendohet një shqiptar mundet të pranojë këtë standard. Është e paimagjinueshme që një ndërkombëtar që operon në vendin tonë, bën raporte, ti për shembull nuk mund të pranoj këtë standard.